ata të investojnë ku ka vende shtetin e tuat, po jo në Truallin tonë. Pronën, Badra, Zalli, tokat e tjera, sinoret ku kanë qenë, ku janë tash akoma, janë të fshatit në vendim gjyq. Janë vathat e Beqës, Timeti, janë arat e Alushit në atë, edhe janë sinore do men që kanë qenë pronat e fshatit. E kanë marrë kartat të berdh tjetër për tjetër. Kjo pronë që aktualisht këta po e marrin, po e tjetërsojnë, dhe më penalizojnë një fshat dhe favorizojnë privatin. Ky është toni, këtu ku kanë zënë këta, janë tokat e këtyre, dhe nga do të shkoj ai po vrisë mendje. Merr një helikopteri thash unë, edhe kalon me helikopter. Këtu ka dhe bimë mjekësore. Kemi bërë edhe shartime, Gorica, në Pemë, Mollë të Egërta. Kam patur 300 krerë, tashi 150 mund të kemë edhe 30. Në fillim ishte mirë, nuk ishte vështirësi, kishte hapësirë, kullosnin, tashi ka shumë vështirësi. Do më them vetëm kjo demi që po na bëhet me këtë djallore. Po na vjen në prag të shtëpisë. Tashi do detyrojmë të ikim të largohemi. Këta po e shkatrojnë. Jemi detyruar të shpërngulemi. Po zdim ku të vetë. Po bëhet masakër. Është përzemje. Ka dhe ca rregulla. Siç ka dëgjuar unë, që duhet të jetë 2 kilometra larg qendra e batimit, këtu është 150 metra. Këtu jemi detyruar të shpërngulemi. Po jemi katalisur shumë keq që s'kemi ku të vëmë. Kjo tokë nuk vigoron e fshatit tonë, në bazë të dokumentave. Dikur më përpara ne kemi ca vendime gjyqi që i kemi patur me sinore, po aktualisht sot në këtë fazë që po flas unë, me dokumentacion nuk janë të tonat. Ata zotërinjtë kanë me vull, me firmë, me tëra. Është prishur edhe kanali, kofshet që mbillin një domate, një piperkë, si vete kemi problem për punë e ujë. Ka ardhur nga devijimi i punimeve që kanë bërë atje.